Surja Fatiha u dërgua si një dritë. Një ëngjëll ju ofrua profetit paqja dhe mëshira e krijuesit qoftë me të dhe e pyeti atë rreth sures Fatiha. Profeti Muhammed tha: janë dy drita që vijnë nga parajsa. Njëra është surja Fatiha. Surja Fatiha është një kur për sëmundjet. Një ditë, një nga shokët e profetit, pasi u pickua nga një akrep, filloi të recitonte suren Fatiha. Pasi profeti e pa këtë, e pyeti: nga e di e ti që recitimi i sures Fatiha është shërim? Surja Fatiha është nëna e Kuranit. Profeti Muhammed ka thënë se surja Fatiha është nëna e Kuranit. Gjithashtu, se recitimi i 7 ajeteve të kësaj sureje është shumë i dobishëm. Surja Fatiha është shërim për zemrën. Surja Fatiha përmban një lutje e cila na mbron nga kequdhëzimi dhe nga dënimi. Ajo e mbron zemrën tonë nga çdo impakti së keqes dhe ligësisë. Surja Fatiha është surja e cila recitohet dhe përsëritet më shumë. Kjo përmendet gjithashtu edhe në suren Hijr, ku thuhet: ne të kemi dhënë ty 7 ajete që përsëriten, edhe Kuranin e madhërueshëm. Surja Fatiha është shtylla e namazit. Profeti Muhammed tha: nëse një person nuk e reciton suren Fatiha gjatë faljes së tij, namazi i tij nuk është i saktë. Surja Fatiha është surja më e madhe në të gjithë Kuranin. Profeti Muhammed u tha shokëve të tij se do të mësonte suren më të madhe, më të rëndësishme në Kuran, dhe filloi të mësonte suren Fatiha. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم